mësime nga më të ndryshmet. Në çdo moment. Në çdo moment dhe mësimi më i rëndësishëm është se sa kurajo duhet për ta përballuar. Dhe kush është ky person? Kush është ky person? Nga java e kaluar ju të gjithë e mbani mend. Ky person ishte ajo vajza që ishte rasti i 131 në botë e një sëmundje të rëndë, të pashurueshme deri në kohën kur lindi ajo. Statusi i saj në Instagram është tumor killer, vrasëse tumori. Për 18 muaj me radhë, nënshtrua një terapie për herë të parë në historinë botërore, duke u shndruar në një heroin të vërtet. Terapia sot ka marrë emrin e saj. Ambra. Ambrën e mbani mend nga programi i javës kaluar. Erdhi në Agon Channel sepse donte të realizonte një surprizë. Jo për heroinën në veten e saj, jo për heroinën në nënën e saj që i qëndroi për 18 muaj pranë shtratit. Po për një person të dashur. Për motrën. Sepse Nerilda, apo siç e thrasin shkurt, Ilda, ishte dhe ajo një heroinë në llojin e saj. Ilda studion në fakultetin ekonomik, por është kujdesur për familjen, për vllajën e vogël, për motrën, për të jatin gjatë gjithë kësaj periudhe. Ka dalë me rezultate të shkëlqyera, ka arritur që familjen ta mbajë të shëndetshme, të lajë, të shplajë, të gatuaj, ka bërë rolin e nënës. Dhe këtë gjë Ambra nuk mund ta kalonte kaq thjesht. Në 21 vjetorin e Ildës të njëjtën e kaluar, Ambra kishte një ide për t'i bërë një surprizë. Ja çfarë ndodhte. Çfarë ndjen një vajzë që bëhet 21 vjeç? Si duket bota? Ndjen që është rritur, merr përsipër ca përgjegjësi, duhet të filloj jetën. Ambra, që ka shpirt artisti, pasi në shkroi, na dha dhe idet se si mund të ishte dita e ditëlindjes për Ildën. Nuk jam unë, a një Ambra. Kam dhe një zartë. Do të përgjigja. Nga të prapë, unë të kam si ka Nuk digja t'jesh jam dërgues. Ti sot ke marrë një sër surpriza shumë të bukura dhe kam përshtypjen që ke një adhurues sepse në gjitha këto zarfa që ti more, unë pash një ST. Por në të vërtetë dashur motën ne kemi 2 vite që kemi qenë larg njëra tjetrës, kemi 2 vite që nuk i festojmë ditëlindjet bashkë dhe vërtet vjet ti ke pas 20 vjetorin tënd të lindjes dhe nuk mund ta festoje. Domethënë gazetarinë të televizionit e kam dashuruar që e vogël. Unë nuk e di nëse ti pas 10 vjetësh të jesh gazetare. Pas një jave unë them që do jesh gazetare, sepse unë kam vendosur që tek surpriza e ti, për javën e ardhshme, ti të jesh organizuese e një prej surprizave. Do të jesh gazetarja kryesore, do ta ideosh, do sjellësh pjesën, do hysh në sallat e montazhit, do të jesh e ftuar për ta prezantuar, kështu që do të jesh gazetare. Le ta quajmë provën dhe audicionin e parë të Nerildës. Po, dhe ashtu ndodhi, Nerilda ka qenë një ndër ëngjët mbrojtës. Eja Nerilda! Pjesë e skuadrës surpriza e ti. Momentet e provës. Mirë se erdhe Nerilda. Se ju gjeta. Mirë mbrëma. Mirë mbrëma. Me Nerildën kemi kaluar orë në sallat e montazhit, jemi kryqëzuar disa herë sot. Unë e kam trajtuar si kolege, brenda sesionit. Ti ka përgjigjur si kolege? Jo, në fakt... Je provokator i ullët, ka që të them. Je thjesht provokator. Ilda, tani do njohësh ngjyrat e vërteta të qetësorit, se e shikon nga ekrani dhe të duket goxha djali, kultivuar dhe i sjellshëm. Ky është qetësor Ferunaj. Në fakt... Gjithë stafi më ka pritur dhe elur, të them në këtë mënyrë. Ishte një javë shumë e bukur, pavarësisht se kishte një lodhje shumë të madhe dhe dashur miq, para se të filloj të tregoj eksperiencën time, do doja ndërtuar të kitje shumë të fortë për stafin e mrekullueshëm që punon bashkë këtyre kamerave. Sepse asun vetë. Po pse do ta merrni me një duar trokitje në fakt? Sepse asun vetë nuk e kisha imagjinuar çfarë pune kolosale bëhet pas atyre kamerave që thër. Bëhet Ilda, por duhet të jemi realist dhe të sinqert deri në fund. Rasti në fjalë e ka sjell Ilda. Ildës ne i lam një detyrë. Ilda, je në det të hapur. Mendo një rast që ti e ke për zemër. Ilda kishte shumë në fakt të rast. Po, në fakt mendova se tani fillova të kërkoj dhe gjeta 3-4 raste. Por ky më duk një rast shumë i prekshëm dhe i realitetit shqiptar, ku ishte një familje me 4 të papunë, varfëri e skajshme, ishte në gjendje vërtet jo mbi jetesë, po në mbi jetesë, sepse ato nuk kishin që të hanin,
Dhe e pash që ishte nevojshme ndihma ime, dhe vërtet u ndiva shumë mirë kur shkova në familje, shumë ngrohtë. Dhe Ilda nisi nga puna. Ilda, ne dëshojmë në fillim atë që ne quajmë backstage. Pra, çfarë ndodhte në përgatitjen tënde për realizimin e një stand-upi, për realizimin e intervistave? Sa herë është dashur të bëjë një stand-up? Lori ka hequr të zdin të ullirit me mua. Lorina Mixha e dim, ka marrë konvalishencën për një javë. Bëjmë shaka. Lorina ka shoqëruar Ildën në këtë aventurë të saj. Ilda, ne të shohim, po unë dua të di për ideën. Tani që e provove vetë, të shtuat dëshira për të bërë gazetare apo ke filluar të dyshosh? E dua akoma dhe më shumë. Do të ishe suksesshme. Pavarësisht se është një lodhje shumë e madhe, që unë nuk e kisha imagjinuar, them të drejtën, por këtë profesion e dua përfundimisht, pavarësisht se duhet të rish me orë dhe orë të zgjatura, nuk ka si në punë të tjera 8 orë që dhe ik në punë, këtu duhet të rish. Këtu duhet të rish... Dhe të punosh me pansion, me dashuri, sepse nëse nuk punon me dashuri, nuk arrin rezultatet e duhura. Dhe këtë kam mësuar në rezultat. I tha Ilda. Atëherë, Ilda, me këtemi këtej, eja këtu me mua, është përvoja e parë e Ildës në gazetari. Ishte surpriza që ne i realizuam Ildës. Ilda ka qenë për ne vetë një surprizë. Le të shohim për pikët e para të Ildës, nuk është kronika e plotë. Shihni se çfarë ndodh në përgatitjet e saj për të sjellë një speciale të përgatitur për saj. E shohim. Ta vazhdo pak të unë që të dëgjojmë. Po. Çfarë dëshirash keni ju? Okej. Çfarë dëshirash keni ju për familjen, për bashkëshortin, për djalin, për vajzën, për veten tuaj? Action. Përshëndetje dashur miq, jemi në periferitë të Tiranës, në familjen Halimi, është një familje me vështirësitë Action. Si do të shihni dhe vetë, është një familje me vështirësi të mëdha ekonomike, por përveç vështirësive kanë dhe dëshira të mëdha. Këtë herë surpriza e Action. Ku varfëria ka trokitur me të dyja duart dhe por apo ta lejë ta ndaloj për më tepër, ndiqni. Më lejo Sonila të them që këto pamje nuk tregojnë absolutisht asgjë nga ajo punë që bëhet dhe nga emocion që përcillet në këtë staf. Ndërsa unë të garantoj për diçka edhe gazetarët profesionistë bëjnë më shumë duble në stand-upet e tyre për të qenë të saktë. Nerilda e ka kuptuar tashmë, e ka kuptuar që do ta doj fort atë që bën, ta bëj aq mirë sa njerëzit ta kuptojnë edhe pasionin e saj për këtë profesion dhe kurrë mos i heqin më syt nga Nerilda. Pastaj kronike jam e bindur që do të ndodhë kështu e shohim. Përshëndetje të nderuar miq. Ndodhemi në një zonë periferike të kryeqytetit. Sot do të rrëfejmë historinë e familjes Halimi. Familja Halimi është një familje që gjendet në një vështirësi të mëdha ekonomike, por ku edhe dëshirat nuk mungojnë. Le të trokasim në derën e tyre. Për mua, kjo është trokitja e parë. Unë me origjinë jam nga Korça. Për në banim këtu ka po bëj rreth 20 vjet. Në shtëpi unë jetoj groja e 2 fëmijët e mi. Groja është 54 vjeç. Me shtëpiake për punë nuk është sa e saktë për arsye se ka është me smundje. Që unë shkon në kurs për guzhinier. Për ndihmën ekonomike
kam aplikuar, kam marrë një 3 radhë, tani më lajmëruan, tha që është prerë. Erdhëm, verifikuan, kejtë drejtë. Po tani i thash, pse ma auqet, nuk e dim ne, din ata të mëdhenjtë. Për asistencën që kam marrë, që ma caktuanë, si mbas ligjeve, për 4 persona, 52.000 lekë. Po unë me këto 52.000 lekë, qërë të bëj? Të ha, të pi, të marrë ilaçe, po të jetoja, po e lejmë shpenzime shtëpije që të jetë punime. Që ato s'dalin gjallë, ato s'dalin për ngrene për ilaçe. Unë punoj, edhe punëtore e usta i bej. Që më ka dalë? Së të merë njeri të siguroj një punë të keshtë të përdiqme të pakën. Puno për shemë edhe në për firmat, puno, vinte policia, fshiu se kishin alë se në pagonin gjobat. Gjatë këtyre 20 viteve që po punoj, unë kam punuar me punë të zezë. Edhe që preja të shi mundësia për të ardhmen, është e pa bazë. Se ja po të punoj e 10 vite dhe 20. Po më vonë unë do mbeten pa pension, pa gjë. Do mbeten si peshku pa ujë. Jam i person që nuk i kam festu shumë ditëlindjet e fëmijëve, se pa mundësia nuk është. Kështu që me që djali im mu ka lutë, ka di që më lutet që mam do mbosh në i surprizë, në i gjo, qa do mblesh për ditëlindje, po me pa mundësi, se jemi më shpi pa punë, bure më shpi, unë shpi. Kështu që doja t'i boja një surprizë djalet. Për vetën time, unë ka i desha për atë parë, që desha një punë që të kemë me sigurime, që të jemë me të marë ato leket të jenë të sigurta, edhe me sigurime. Edhe ka i desha. Merila, Si që pat dhe ju vetë, kjo ishte një familje ku varfëria kështë trokitur me të dyja duart, ku papunësia ishte bërë që të arrinë në këtë të parë dite, si që themi ne. Kishin 2 fëmijë, një vajzë 20 vjeçe dhe një djalë 16 vjeç. Të vetëm në gjë që kishin arritur të mundsonin ishin 2 kurse profesionale falas, që ato i kishin përfituar falas. Djali për guzhinë, ndërsa vajza për gjuhën italishte. por ende të papunë. Ende të papunë. Zotëria kishte shumë dëshirë të punonte, zonja ishte shumë e sëmurë, shprehej që ato 50.000 lekë që dikur merrte nga asistencë sociale, tani ishte prerë, i harxhonte vetëm për ilaçe. Këto muaj ilaçet i kishte marrë falas, duke i shkruajtur në farmaci. Ajo më tha që unë jam e gatshme që t'i lër të gjitha ilaçet, të lej jetën time, edhe pse në momentin që do të ndërpres ilaçet e di se fundi do jetë fatal, por nuk di ku të lej fëmijët. Çfarë do bëjnë fëmijët pa mua? Ilda, më falë, dhe të bëj një pyetje Ildës para se ne do ta marrim përsipër absolutisht, Sonila do të përpiqemi Shohim se çfarë mund të bëjmë dhe për të shndruar ndihmojmë për të shndruar gjithë ato gjëra të vështira. Të ndryshoj diçka në brendësi në momentin që je përballur për herë të parë me realitetin shqiptar. Në fakt, nuk kisha vajtur asnjëherë në një familje të tillë, domethënë, ku fati nuk kishte buzëqeshur në asnjë lloj forme. Dhe kur e thot Ilda që ka kaluar atë që ka kaluar, pavarësisht se jo nga varfëria, por po ditë që t'i japin këtë rast sëmundjet, bëhet akoma më e besueshme. Por kuptojnë që njerëzit pasurinë më të bukur kanë ato shpirtërore, më kanë pritur me një ngrohtësi shumë të madhe, shikonin televizionin Agon Qendro si shpresën e vetme, që ato të shpëtonin nga kjo gjendje, dhe jam ndjer si një njeri shumë i mirë duke e bërë këtë gjë. Je ndjer ti më mirë. Kjo është e bukura e kësaj pune, këtij profesioni Nerilda. Prandaj e duam dhe ne. Mirë po, Nerilda është ndruar në ëngjëllin mbrojtës të familje, e cila për javën e ardhshme do të jetë në qendër të vëmendjes të surpriza e tij, por unë dua t'i bëj edhe një surprizë të fundit Nerildës. Të gjë në fakt ne kemi vendosur pak përpara fillimit të transmetimit dhe të programit, sepse Nerilda me zemër. me zemër. Nerilda është studente në Fakultetin Ekonomik dhe do shumë të bëhet gazetare. Natyrisht, puna e gazetarit nuk mësohet në një ditë, nuk mësohet në 2 ditë, dojmë përveshur mëngët. Nuk do të jetë qëllimi i suksesi, qëllimi i duhet të jetë ta bësh punën aq mirë dhe të përmirësohesh aq shumë në punën tënde, suksesi do të rrihet natyrshëm, për këtë ti je e bindur. Do të kalosh çfarëdo lloj sfide, edhe të xhelozive profesionale, duke mos larguar vëmendjen tënde nga
një synim i vetëm, ai që të bësh gazetare. Ne do të ofrojmë për gjatë këtij muaji mundësinë që ti të zhvillosh internshipin, si mund ta quajmë ndryshe, apo praktikën tënde, për të bërë edhe disa materiale kronike të tjera tek surpriza e tij. Dakor? Shumë faleminderit. Kështu që Nerildën do ta shihni tek surpriza e tij si një nga ëngjët mbrojtës, dhe më pas Nerilda do të hidhet në detin e madh. Atëherë disa nga takimet do t'i bëjmë bashkë, kështu për të shkuar dhe për t'i mbushur mendjen personave të cilët në përgjithësi nuk është se kanë nevojë për shumë për që të përpiqen për t'i bindur, por do të shkojmë bashkë për të parë vështirësitë e para. Pra ju prezantoj ëngjëllin e ri mbrojtës, të paktën edhe për një muaj tek surpriza e tij, dhe ajo është Nerilda. Dakor, ti je lumtur. Shumë. Mendoja që surprizat për mua kishin mbaruar, po siç duket surpriza e tij. Është çështje ingrenazhi, nuk e ndalim dot, nuk ka kthim brafa. Vetëm ecëm përpara. Nerilda, të falenderoj për punën që bëri, suksese. Shumë faleminderit. Shihemi nesër në mbledhje, ëh? Nesër në mbledhje, Nerilda. Falenderoj në zemër. Nerilda është motra e madhe e Ambrës, e cila për 2 javë me radhë në shtruar surprizave. Dua të them diçka, dhe ja them jashtë prezencës së Ildës, një vajzë përkushtuar. Mamaja e këtyre vajzave do të jetë kaq shumë krenare për fëmijët që ka rritur, kaq të përgjegjshëm, kaq të dhënë pas punës, serioz dhe me dinjitet, sa nuk di ç'të them. Jeta ju çoi një sprov shumë të madhe, por siç duket për t'i bindur një herë mirë që kanë edukuar fëmijë të fortë. Dhe qetëso, meqense jemi tek çështja e suksesit dhe dështimeve, ka një shprehje shumë të bukur Michael Jordan. Kur e pyetën, i thanë, si ja ke dalë që e kaq i suksesshëm, po flasin për një kampion të madh basketbolli. Dhe tha një përgjigje shumë bukur që mua më ka mbetur në mendje. Tha, po është e vërtetë, unë gjatë gjithë karrierës 11 kosha i kam bërë kosha fitoreje. Kam bërë edhe 17 të tjerë, të cilët kanë qenë 3-4 sekonda përpara rënies së Bilbilit. Mirë, po nuk e dini nga ana tjetër, që gjatë gjithë karrierës time kam humbur plot 9000 kosha. Kam humbur 300 ndeshje dhe 36 pasa final që më kanë dhënë shokët e mi i kam humbur, duke çuar skuadrën e dështim, por pikërisht sepse kam dështuar, jam bërë suksesshëm dhe një kampion i madh. Me vërtet shumë domethënëse. Është një leksion i rëndësishëm që ne japim për gjithë të rinj që mund të ndjehen të demotivuar në të ditë vështira, por meqense mbaruam me Ildën, nuk kemi mbaruar me dikë tjetër. Qëndrojmë tek Ambra, i kishim bëm një premtim. Ambra, kush është Ambra? Dhe njëherë ta kujtojmë, kjo heroin. Kjo është historia e Ambrës, një heroine kohëve moderne. Rrugtimi i gjimnazistës së Sami Frashit ka qenë i gjatë e i mundimshëm. Në 26 gusht të vitit 2013, dielli lindi ndryshe për familjen Meda, teksa Ambra shkonte në kurs anglisht e humbet ndjenja duke u ndier totalisht e pafuqishme. Mamaja e saj, Liliana, dërgon më një herë në spital. Pas 2 ditësh u dha kjo përgjigje. Një sëmundje e vështirë që nuk mund të parandalohet dhe Shqipëria nuk ka infrastrukturë për ta trajtuar. Qendra spitalore e ka të pamundur edhe për të realizuar operacionin. Daja e Ambrës, gazetari i njohur Dofrim Methasani, telefonon mikun e tij që i kishte thënë ta kontaktonte kur të kishte një hall të madh. I madh Ismail Keta, pasi dëgjoi hallin, brenda një ore siguroi gjithçka për të trajtuar Ambrën në Gjermani, për të bërë më pas bashkë me të vllajën ëngjët mbrojtës së pacientes me sëmundje të rrallë. Pas diagnostifikimeve, mjekët gjerman duhet të merrnin një vendim të vështirë. Ambra Meda rasti vetëm me mundësi shpëtimi. Dosja 131. Vendosën të aplikonin një kimioterapi, e shpikur nga një mjek, i cili e provoi në trupin e tij por pa sukses. Mund të ngjajë si një ëndër, por ky është rasti kur realiteti është më i bukur se sa ëndra. Ambrën sot e kemi mes nesh, duke gëzuar këtë fitore të madhe.
është më e famshme se dhe vetë Ambra Angiolini, personazhi që daj dëfrimi rrëmbeu emrin 18 vite më parë. Devi guarire, devi stare bene, ti mando un bacio grande, a presto. Shembull për pacient nga e gjithë bota, për princër e princesha, modele futbollist, shkrimtar e regjizor. Por çfarë bëri kjo vajzë që fitoi betejën kundër kancerit? Buzëqeshje, këndoi, pikturoi, çdo gjë që të tjerët mund ta shihnin si gremin, ajo është ndërroi në ujëvarën më të bukur në botë. Ambrës ju desh të largohej nga Shqipëria për 18 muaj. Të linte shokët e klasës, të linte studimet, por në pauzat në diskimjeve deshifronte ëndrat e saj, e dinte që kishte një rrugdalje, e dinte që kishte një jetë tjetër për të tjerë njerëz për të takuar, të tjera sfida për të përballur, e dinte shumë mirë që do të kthehej në mars të 2015 në klasën e saj tek Sami Frashëri për të përjetuar këtë surprizë. Because you know I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that. Kështu që vendosëm pse jo një kup. Faleminderit. Të e ke jo vetëm nga ne, por nga që Sami Frashëri. Është kupa më e bukur që kam marrë ndonjëherë. Vullneti dhe kuraja për ta përballuar sfidën e shëndetit është frymëzim për të gjithë ne. Përzemërsisht, shkolla Sami Frashëri. Kam parë dhe pse kam qenë sëmur, vërtet gjithmonë të bërë që organizon. Shikoj edhe ato statuset e Andrit, Bledionit, Ambra jemi me ty, dhe merja vërtet shumë fort. Do të them vetëm një gjë, vlerësoni shëndetin, ky është mesazhi që unë përcjell, kam përcjellur në çdo vend, por është një gjë tjetër që në momentin kur ti je në shkollë nuk e vlerëson vërtet atë dijen që ti merr këtu. Dhe thua, na çmeni në shkolla, na lodhi, sistemi gjithë. Po, të që kur largohesh, shkolla ka vërtet shumë vlerë dhe unë them më lumë si ju që jemi këtu ku jemi, kështu që vlerësoni çdo moment, shijoni çdo moment sepse nuk kthehet asnjëherë. Dhe faleminderit për gjithçka keni bërë për jetën time, që unë t'jepoj. Love that is shining, I feel love that is shining. Zonja dhe zotrinj, Ambra Meda! E kemi në lartësinë e dur apo ta ulim pak? Shqetëson? Ullës edhe ulin tani. Ambra Meda, e para njerë më pëlqen luku me këto pantallonat e lëkurës. Faleminderit. I e kombinuar vetë sot? Po. Kështë kujdeset për lukun, për pamjen, Ambra? Dhe motra në Rida më jep shumë mendime, por jam shumë kokëfort dhe në fund të vendos vetë. Do jesh rehat se në Rida në gjatë muaj do ta mbysim në punë, kështu që mund të vendosësh vetë se çfarë do të bësh. Dhe në fakt dua që sot të njoftoj edhe lindjen zyrtare të operës shqiptare, sot kemi operë shqiptare, je shndruar në një motivuese të jashtëzakonshme, dhe më vjen mirë. Si ka qenë kjo javë, dashur Ambra?
Kjo javë ka qenë shumë e bukur, kishte një surprizë, unë në fakt mendoja që surprizat kishin mbaruar, por ja që surpriza je ti të sjell në çdo moment një surprizë. Jo, kemi mbaruar. I e qet nuk kam më, tani. Ambra nuk do merrem vetëm me ty. Të lutem, boll, më mjaft, pra u realizuan të gjitha. Ambra ishte një kënaqësi e jashtëzakonshme që të kishim. Dakor, ka ardhur pranvera me qira fjala. Si ndihesh tani? Kam thoj pak. Shumë mirë, në këtë javë bëra dhe regjistrimin e këngës me Djemtë e Revolt Klan për Ëndra Vazhdon dhe ishte një kënaqësi shumë, një emocion shumë i bukur sepse unë kam regjistruar një këngë në Gjermani dhe e realizova si të thuash ëndrrën time aty, por nuk ka si të këndosh shqip, si të këndosh në vendin tënd dhe si të këndosh me Revolt Klan. Dhe qetëson Ferrunën që nuk i ke dalë keq në fakt kësaj jave, por përpara se të shkojmë aty, le të kujtojmë se ç'ndodh të javën e kaluar në këtë studio. Ambrën rrotullojmë kështu. Shojmë. E mos beso me gjysmën e vetvetes na kreda. Unë bashkë me ty kemi kënduar një natë bashkë dhe me vlezrit Korçar. Dhe ku ma mbushi mendje më shumë ishte që më tha që Ambra të ka qef sepse kur shikon ty, shikon atë femrën e plotësuar, le të themi, në karrierë. Ti më ke dhënë shumë mua. Kemi dhënë njëra tjetrës. Shiko, ne si njerëz, kur nuk sëmuremi, ne harrojmë që jeta është shumë e bukur. Dhe vetëm kur sëmuremi, atëre kuptojmë që, një sekundë, se ka gjëra më të shtrenjta se sa një flok jo i qëndruar bukur, ose 3 kile të shtuar, ose më kupton, dhe në kohën kur ne si njerëz luftojmë me budalliqe për ditë, ti më kujtoje mua dhe shumë njerëzve të tjerë se jeta shumë e bukur. Ma bën me sy, ma bën me dorë, ma bën me sy, ma bën me dorë, dhe moj vasha në obor. Përshëndetje Ambra, ne jemi Revolt Klan. Përshëndetje Ambra. Përpara një viti ne nxorëm një këngë që titullohej Ëndra Vazhdon. Të premtojmë se shumë në emisionin e radhës ne do jemi aty, do këndojmë së bashku Ëndra Vazhdon dhe do ketë një surprizë te kjo këngë për ty. Pra javën e ardhshme, Ilda do t'jetë si një nga gazetaret e këtij programi, Ambra do t'jetë, sepse kështu e kërkuan Revolt Klan. Nuk mund të thuash dot jo, apo jo në këtë mënyrë, përderisa ata kanë kërkuar që të këndoni së bashku. Dhe, po, Ambra ka lindur për të qenë një vajzë e fuqishme që kur del në ekran e pushton, e glaburon gjithin. Të gjithë vjasët e ke për qenë një showgirl, ditë të flasësh bukur, ditë këndosh bukur, do të fillosh kurset e aktrimit, do të bëhesh mjeke, kush në do donte një mjeke që ishte gjithanshme. Mirë po, ka dhe njerëz që ti shkon të bësh punën tënde, të tjerë duan të bëjnë qyfyre, edhe këtu jam shumë e indinjuar. Ne kemi kuptuar më në fund se çfarë bën qetësori gjatë orarit punës. Të vjen do pak turp tani qetësor? Kërkoj ndjes, nëse është vendosur që do të jepet ky moment. Ju kërkoj vetëm ndjes, kaq mundet. Detyra e qetësorit ishte të dërgonte Ambrën së bashku me Djemtë e Revolt Klan për të nisur regjistrimin e këngës. Ambra punonte, Revolt Klan me talentin e tyre, dikush bënte se hir. E shohim. I'm a new soul, I came to this train. Surpriza që po më bëni. S'kam filluar akoma, është vetëm fillimi i surprizës. Surpriza je ti. But since I came here, felt the joy and the fear, finding myself making. A janë çunat e Revolt Klanit aty? Unë dhe ti vetëm kaq mjafton, bash do humbim. Ne do ta ndryshojmë. Unë dhe ti vetëm kaq mjafton, s'ka lavdi nuk ka heroj, bash do humbim. Në fakt, gjatë kohës që ne kemi krijuar Ëndra Vazhdon, Ambra ishte një ditë para operacionit. Ne pam videon e Ambrës, të cilën e shërndam edhe në faqen tonë të fansave në Facebook. Ambra jepte një mesazh shumë të vërtet, një mesazh shumë kurajoz që dilte nga zemra për të gjithë njerëzit, pasi Ambra është një dëshmi që në rast se ndron je
i kalon gjitha sfidat e jetës, edhe ato më të vështirat. Në fakt, unë 5 muajve të parë kam qenë vërtet shumë sëmur, edhe më pas kam qenë, por jo në atë grad, dhe vërtet nuk kam arritur të shikoj të gjitha këto dedikime që ju e keni bërë, por tani që unë e pash në Facebook, pash dhe Revolt Klan këngën tuaj, që cilën e pëlqeva shumë, ishte një këngë vetëm për mua, por për gjitha të sëmur, të cilët duhet besoj në ëndrrën e tyre dhe të fitojnë si fitova unë, dhe kujdi të jenë këtu si që jam unë sot dhe të këndoj një këngë me Revolt Klan. Një falenderoj nga zemra. Me sa t'i gjova Ambrën që ishte duke hyrë brenda në studio, besoj se zërin e kishte të ngrohtë dhe ishte mirë vokalisht dhe këngën do ta nxjerri mirë. Në besimit dhe do të shkosh për te i frikës se më njëzi vjen gjithmonë pas natës dhe ersirës nëse nuk fletot me fjallë fol me tingut e muzikës e s'me Unë e ty me një ndërndajmë, ne do qeshim, ne do qajmë, vazhdën ne do ta ndryshojmë. Unë e ti vetëm kaq mjafton, s'vallë di nuk ka heroj, vazhdo humbim do Ndër e munguar dhe që të dilim bashkë të askur se kish menduar Por ti asnjëherë s'u ndale gjithmonë duke besuar Ndaj me ty gjithmonë krenojmë se gjithmonë ke frymëzuar Në jetë mund të rëzohesh po koqohesh pak nga pak Duke brapa të vegjël pastaj mund të shkosh shumë larg Në një ditë jesh fitues, në një ditë ndihesh si humbës Por ti asnjëherë mos dal jo Mos u ndal rrugës lëre zemrën që të flas Lëre shpirtin të përtas Këto masazhin më shumë që të kesh një artikulacion Unë e dit në një ndëndajmë Ne që qeshim, ne që qajmë Botën e do ta ndryshojmë Unë dhe ti vetëm kash me afton U kënaqja shumë, ishte një eksperiencë shumë e bukur, unë thash dhe pak më parë që kam regjistruar një këngë në Gjermani, por nuk është njësoj si të këndosh shqip dhe nuk është njësoj si të këndosh qendra vazhdon. Besoj se me Ambrën kemi kryer një punë shumë të mirë sot, kështu që presim materialin të dielën tek surpriza e tij në Argon Channel. I'm a new soul, I came to this strange world hoping I could learn a bit about how to give and take. But since I came Po me qenë se ne jemi gjithmonë të surprizave, edhe jemi të surprizës, me thënë të vërtetën, donin të të bënim një dhurat në formë surprize. Kam këtu diçka me vete. Ju jeni me gjithmonë, jo për surpriza, po jeni Unë mundova ta fshes me fasoni. Po. Shumë faleminderit. Ne kemi një palësyze këtu. Janë të shumë janë nga optika numër 1 te rrugë Kavajës. Shumë faleminderit qetësor. Kjo është një dhuratë të surprizuam do pak. Jo surprizë, por shumë surprizë e madhe për mua. While these hate try to communicate, finding trust and love is not always Unë jam për lirik. Pra, Ambra nga qënda për lirik, qetësori. Conte partiro. Se unë nuk jam. Ka për Ambrës me të vërtet fiton energji. Mësova dhe unë të këndoj, që jam vesh derë totalisht. Më kem mësuar të këndoj si një vërtet. Dhe ti më ke mësuar të përgatitje me ato shumë. Që unë nuk e dje që kështë kamerën për para, dhe po, ave është dhe pastaj kush shikoj. Është domosdoshme Ambra, është një shpreje, që mund të kesh të gjitha, por jo në një të kohë. Tani unë e di që ti nuk ke kohë, sepse ke humbur ca muaj, edhe di që do t'i kesh të gjitha, dhe shumë mirë që do t'i kesh. Tashmë jesh ndruar në një personazh shumë të njohur, po atë ditë Revolt Klan do të publikonin, shohim pak edhe në LED, në faqen e tyre, në Facebook, jashtëzakonisht e klikuar, ja dhe foton sot në Revolt Music, qetësori dhe Ambra Meda, një vajzë që të frymëzon, të mbush me kuraj, simboli këngës së ëndra vazhdon. Mos harroni të diel në Argon Channel, surpriza i jetës. Njoftimi u bë, gjithçka gati, je bërë personazh i njohur. Çfarë thon njerëzit në rrugë? Jam shumë kurioztare, Ambra. Ua, ti ajo Ambra? Në njerëzit nuk më njohin në moment.
vend, dhe pastaj, na ke dhënë shumë forcë të gjithë dhe të takoj pak. E ka ndodhur me shumë emocion që mua më shikojnë të shëruar. Por ne kemi menduar që Ambra, mesazhin e saj ta japi jo vetëm nëpërmjet fjalës. E gjithë përpjekja jone dhe ndërtimin e surprizës është edhe nëpërmjet këngës, nëpërmjet recitimit, nëpërmjet formave të tjera të artit, ku Ambra ka talent, ta përçojë mesazhin e saj. Dhe për këtë arsye ka ardhur momenti i verdiktit final, në studio do të hyjnë ata, protagonistët që këtë këngë ëndra vazhdon, në një moment shumë të rëndësishëm të Ambrës, kur bëri operacionin e parë, nuk ishte ende koshjente, ja dedikuan, dhe më pas, fale dhe kënguljes tonë, duan që këtë këngë ta shndrojmë dhe ne themi këtë gjë me shumë krenari, në një hit i cili do të jetë një homazh për të gjithë fëmijët, adoleshentët që si Ambra kalojnë momentet vështira, të sëmundjeve të vështira, kjo do të jetë kënga dedikuar atyre, shumë herë do të jepet tek surpriza e tij, dhe ja ku janë Revolt Clan! Mirë se erdhët. Ja, mirë se erdhët. Mirë se erdhët. Revolt Clan, dua një... Jo duar të kite, ju meritoni një falenderim të jashtëzakonshëm, mirënjohjen tonë, sepse, nuk e di, po ju dëshmoni shpirtin artist në çdo rast. E para njërë si shkoi bashkëpunimi me Ambrën? Ishte shumë e thjeshtë për të bashkëpunuar me Ambrën, kaluam disa çaste shumë të bukura në studio, Ambra ishte shumë okej dhe këndonte shumë mirë, se patëm të vështirë fare për të bashkëpunuar me Ambrën. Ishte shumë e talentuar. Ishte talentuar. Ambra, mund të ulesh, mund që ndrosha ullur. Sepse, dakor, unë tani do të jem e sinqert, përpara se ne do të këndojmë këngën, ku kënga për herë të parë do të ketë featuring Ambra Meda, duhet të jem e sinqert për të gjë. Meqense kemi vendosur që kënga të jetë hit, do transmetohet shumë herë tek surpriza e tij, por na ka ndodhur një problem. Unë këtë po e bëj për transparencë, për hir të publikut. Së bashku me qetësorin, Beskafën dhe Benartin, respektivisht montazhierin, regjisorin e programit, na ka ardhur, kemi marrë një sinjalizim. Në momentin që është dhënë kënga, dhe natyrisht ajo është publikuar, rezulton që një variant shumë i ngjashëm i saj pretendohet që ka ekzistuar. Unë nuk e di, nuk kemi bërë dot verifikimin e datave nëse ka ekzistuar përpara se ju ta publikonit këtë këngë, apo është bërë më pas. Kënga ka dhe videoklip. Është një problem që e kemi hasur? Do të thënë kënga ka dhe videoklip, tani unë për hir të transparencës, sepse nuk e di çfarë debati mund të hapet pas asaj gjëje. Dëgjoni dhe vetë dhe më jepni një mendje. Na thoni dhe ju. Ndër e munguar dhe që të dilim bashkë askur se kish menduar por ti asnjëherë s'u ndale gjithmonë duke besuar ndaj me ty gjithmonë krenojmë se gjithmonë ke frymëzuar në jetë mund të rrezohesh po koçohesh pak nga pak duke bërë pa të vegjël pastaj mund të shkosh shumë larg në një ditë jesh fitues në një ditë ndihesh si ungës por ti asnjëherë mos dal jo mos u ndal rrugës lëre zemrën që të flas lëre shpirtin të përtas as pak djerë sa si lot nesër nuk do të humbas që je forcën dhe buzësh dhe suksesi nuk vonon sepse bota u takon veç atyre që guxojnë Qëllin do kapush veç krahët të hapush nëse do shko shumë larg veç beso dhe do t'ja dalësh ton që ka fund por dhe fillim të ri dhe një dit me syesh mund të jesh edhe tia Unë e dit ne një ëndër ndajmë ne që qeshim ne që qajmë botën e do t'a ndryshojmë Unë dhe ti vetëm kash me afton s'ka lavdi nuk ka herojnë bashkë të humbim dhe pritojmë
nuk fletot me fjalë, fol me tingujt e muzikës, e s'me hapat e kohës dhe mbyll farat e së mirës. Mos harro në këtë jetë çfarë do japësh do të marrësh, ndaj shpërnda pak dashuri, e fal nëse do të falësh. Rrugë e jetës ka dhe njerëz me urrejtje dhe zili, por jeta është e bukur sepse ka dhe ditë me shi. Lëre zemrën që të flas, lëre shpirtin të përtas, as pak djerë sa si lot, nesër nuk do të humbas. Je forcën dhe buzëqesh dhe suksesi nuk vonon, sepse bota u takon veç atyre që guxojnë. Qellin do kapësh veç krahët të hapësh, nëse do shkosh shumë larg veç beso dhe do t'ja dalësh. Thonë që ka fund, por dhe fillim të ri dhe një ditë me syesh mund të jesh edhe ti. Unë di ne një ëndër ndajmë, ne që qeshim, ne që qajmë, botën e do të ndryshojmë. Unë dhe ti vetë jash me afton, s'ka di nuk ka heronj, vazhdojmë do fitojmë. Unë e di ne një ëndër ndajmë, ne që qeshim, ne që qajmë, botën e do të ndryshojmë. Ti vetëm kash me afton, s'ka lavdi nuk ka heroj, bashkë humbim dhe fitojmë. Humbim Ambra! Revoltian na sqaroni në rast të parë nga e keni kopjuar. Ishte një surprizë Sa shumë. përsërim ishte kënga juaj mbrapsht, besoj e kuptuat. Po, unë shumë vonë e kuptova njërë, unë momentalisht, në një moment më ngriu gjaku. Po është në mod, të kopjosh është në mod. Në një moment më ngriu gjaku sepse edhe Febi po më shikon dhe kështu tha, se s'ka faj faktikisht se unë rri më shumë, unë argjoj më shumë energji në studio dhe thash, s'ma mirë mëndi ta kemi. S'bën nga këto anonimet që kisha provuar në një. Ambra, më shpjego pak kush ishte në ato videoklip. Ishin familjarët e mi, familja, Dajt dhe Frim, vajzat e Dajt dhe Frim, dy shoqet e mia të ngushta, Albana Sara dhe Kushërimi Jurgeni. Ishte surpriza që ata donin të të bënin. Shumë surpriza e bukur. Por, prandaj u thashë nuk ju besoj, sepse e shikoj që nuk ka përfunduar këtu. Mirë bën, mos kesh besim, në këtë jetë besoj kontrollo. Por, do them diçka, ky është varianti i fundit i këngës që ne dëgjuam vetëm me Bruno dhe Fabin, sepse që nga ky moment ne do të dëgjojmë variantin ku ka kënduar dhe Ambra. Kjo këngë, unë e thash, do të punohet dhe një videoklip që do të punohet nga Agon Channel. Dhe ne do ta kemi si leitmotiv në kauzat e rëndësishme për gjithë ata fëmijë që janë në betejë. Ti e ke fituar, nuk do të shërbej vetëm motivimi nëpërmjet fjalës, ti e di çfarë vlerë ka kënga. Arin shëroj. Ka shumë të madh, po. Unë sa herë isha e mërzitur, thoshte mami Ambra, futja një këngë një herë ti tani se kështu e largon gjithë mërzinë që ke. Dhe me qëra fjala, aventura më e bukur në jetë është ndjekësh ëndrat e tua. Dhe ëndra vazhdon, Revolt Clan dhe Ambra. Unë e dir në një ndërndajmë, ne që qeshim, ne që qajmë, botën e do të ndryshojmë. Unë dhe ti vetëm kash me afton, s'ka lavdi nuk ka heroj, bashkë të humbim do fitojmë. Dhe që të kërë pa në dur si një ëndër e munguar, dhe që të dilim bashkë të askur se kish menduar, por ti asnjëherë s'undale gjithmonë duke besuar, ndaj me ty gjithmonë krenojmë se gjithmonë ke frymëzuar. Në jetë mund të rëzohesh, po koqohesh pa nga pak, duke bra pa të vegjël, pastaj mund të shkosh shumë larg. Në një ditë ndihesh fitues, në një ditë ndihesh si humbës, por ti asnjëherë mos dal jo. Mos u ndal rrugës, lëre zemrën që të flas, lëre shpirtin të përtas, as pak djerë sa si lot, nesër nuk do të humbas. Je forcën dhe buzëqesh dhe suksesi nuk vonon, sepse bota u takon veç atyre që guxojnë. Qellin do kapësh veç krahët të hapësh, nëse do shkosh shumë larg veç beso dhe do t'ja dalësh. Thonë që ka fund, por dhe fillim të ri dhe një ditë me syesh mund të jesh edhe ti. Unë e dir në një ndërndajmë, ne që qeshim, ne që qajmë, botën e do të ndryshojmë. Unë dhe ti vetëm kash me afton, s'ka lavdi nuk ka heroj, bashkë të humbim do fitojmë. Mos ndalo, ti vazhdo të ëndërosh. Mos ndalo, ti vazhdo përsëri
se do të shkosh për te i frikës se mëngjesi vjen gjithmonë pas natës dhe errësirës, nëse nuk fletot me fjalë, fol me tingut e muzikës, se s'me hapat e kohës dhe mbyll farat e së mirës. Mos harro në këtë jetë çfarë do japësh do të marrësh, ndaj shpërnda pak dashuri e fal nëse do të falësh. Rrugë e jetës ka dhe njerëz me urrejtje dhe zili, por jeta është e bukur sepse ka dhe ditë me shi. Lëre zemrën që të flas, lëre shpirtin të përtas, as pak vjerë sa si lot, nesër nuk do të humbas. Je forcën dhe buzëqesh dhe suksesi nuk vonon, sepse bota u takon veç atyre që guxojnë. Qiellin do kapësh veç krahët të hapësh, nëse do shkosh shumë larg veç beso dhe do t'ja dalësh. Thonë që ka fund, por dhe fillim të ri, dhe një ditë me syesh mund të jesh edhe ti ja. Unë i di ne një ëndër ndajmë, ne që qeshim, ne që qajmë, botën e do të ndryshojmë. Unë dhe ti vetëm kaq mjafton, s'ka lavdi nuk ka heronj, vazhdo humbim do fitojmë. Unë e di ne një ëndër ndajmë, ne që qeshim, ne që qajmë, botën e do të ndryshojmë. Botën e do të ndryshojmë. Unë e ti vetëm kaq mjafton, s'ka lavdi nuk ka heronj, vazhdo humbim do fitojmë. Një prezentim të shpejt. Babi! Jo me të prita dush, po dhe ke këta. Pa tjetër. Karigen, Ambra ullet një moment, vetëm një moment. Një prezentim të shpejt të këtij grupi të fuqishëm, fillojmë. Babi? Babi i Ambrës. Lili, mami Ambrës. Kukulla e vogël? Eliana Meta Motra Ambrës. Motra Ambrës, po ti? Si e kemi? E qartë, dhe live. Rigersa, kushërira e Ambrës. Pasoj një mikrofon. Lunada, kushërira e Ambrës. Dofrimet Asani e themun, gazetar, sportiv, dhe më njorit në vënd. Faleminderit. Daja. Jezim më njohin si gazetar sportiv, por në këtë skenë për herë të parë visi Daja Ambrës, jam shumë i lumtur që jam në këtë studio, pranë kolegës time të mrekullueshme që din. Unë i kam thënë që ti e surpriza vetë, Solina. Ma e ke thënë në fakt që kur kam njësër televizion. Ti vetë surpriza. Faleminderit. Gjigandje skema. Çfarë bëhet Ambra? Ka marrë mikrofonin Daja tani, nuk mbare më. Nuk do flas shumë se spektakli jashtë mban, por dua të them vetëm diçka. Të gjithë kolegët e mi i falenderoj sepse më janë gjetur në momentet më të vështira të jetës time, për mbesën time, për shëndetin e saj. Ndërsa juve e Agoncello ju falenderoj sepse ju i dhatë më shumë dashuri dhe lumturi Ambrës. Faleminderit. Faleminderit dhe frem. Dion prezentimin. Lerta Mir Hasani, kushërira e Ambrës. Kushërira. Kujdes prezentimin Ilda. Sot a bësh prezentimin? Nuk besoj që nuk më njohin tani, paktën publiku për sot. Gazetare surpriza, gazetare surpriza, ti nuk më më shumë. Rina Mir Hasani, kushërira e Ambrës. Ambra, ke qenë surprizë e madhe për ne. Me ëndra vazhdon, do t'jesh motivim dhe surprizë për shumë të rinj të tjerë. Do ta thuash ti fjalën e fundit? Po. Këto janë surprizat më të bukura që kam marrë ndonjëherë dhe shpresoj që dhe unë të jap të tilla surpriza njerëzve në jetë, sepse shikoj që janë emocione të tilla ti do t'i ruash gjithë jetën tënde dhe vërtet faleminderit nga zemra. O të vim. Patjetër. Duart orkidjet tuaja janë jeta e dytë e Ambrës dhe unë ju jam mirënjohës gjithëve. Sonila, shumë faleminderit gjithë qetësorit dhe gjithë stafit Agoncello. Sot kemi qenë në spital, Ambra nuk donte kamër, ka dhuruar dhurata për gjithë fëmijët që vuajnë me tumor në spitalin Nën Tereza. Bravo Ambra. Bravo Ambra. Unë falenderoj Revolt Klan në këtë rast, janë artistat vërtet. Më vjen mirë që e kam njohur, jo vetëm për shkak të muzikës, por e kam njohur dhe si njerëz dhe garantoj jeni artistat të rrallë, uroj jetë të gjatë në skenën shqiptare.
Këtë këngë ju do ta dëgjoni shumë shpesh tek surpriza e Jeti, mos e harroni Ambrën. Është shembull i gjallë që jeta na ofron shumë sfida, por gjithmonë zgjidhni dashurinë përpara frikës. Faleminderit, javën e ardhshme tek surpriza e Jeti.